Mbrëm Tetova u bë shtëpia e kulturës së botës. Tetova me krenari të veçantë mirëpriti edicionin jubilar të 20 të folklorit ndërkombëtar Skupi 2026. Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Turqia, Kroacia, Bosnia e Hercegovina, Bullgaria, Ukraina, Costa Rica, Peru, Kolumbia, Meksika e Çipro ishin pjesëmarrës në këtë event kulturor që i dha Tetovës një kolorit të larmishëm të diversitetit kulturor të botës. Fillimisht, ansamblet u mirëpritën në komunën e Tetovës. Kjo na bën të kuptojmë se diversiteti kulturor në Tetovë përçon një mesazh të fuqishëm dhe përveç këtij organizimi edhe organizime tjera që janë pjesë e verrës tetovare tregojnë se Tetova është qyteti i artit, kulturës. Rrugët e Tetovës u mbushën me ansamble nga e gjithë bota, duke shtuar kurreshtjen e të gjithë spektatorëve, por dhe kalimtarëve të rastit. Piktakimi ishte në sheshin e Tetovës, aty ku vera tetovare u gërshetua me traditat dhe diversitetet e ndryshme kulturore për t'i dhënë mesazhin se arti bashkon njerëzit, kurse kënga e vallja i afrojnë flasin me gjuhë univerzale të respektit të ndërsjellë. Mirëseardhje ju dëshiroi dhe kreu i komunës së Tetovës. Vërtet që sheshi është i vogël për gjithë këto përfaqësues, drejtori i festivalit, faleminderit që na mundsove këtu në Tetovë të kemi gjithë këto përfaqësues të ansambleve nga gjithë bota dhe besojmë që ky vit jubilar vërtet që Tetovës do t'i sjellë bukurinë dhe ngjyrat e folklorit botror. Faleminderit dhe e shpall të hapur këtë festival. Për 20 vite me radhë, ky festival ka bashkuar popull, kultura, tradita nga mbar bota, duke dëshmuar se kënga dhe vallja janë gjuha univerzale që na bashkon dhe na afron.